Gërmadhat antike të stacionit rrugor Ad Quintium në Elbasan janë ndër monumentet më të vyera të trashëgimisë historiko-kulturore të qytetit. I ndërtuar me një arkitekturë romake, siti arkeologjik evokon histori dhe trashëgimi, duke u kthyer në një nga pikat më të frekuentuara nga turistët e huaj dhe vendas. Në muajin mars sapo përfunduan punimet e restaurimit të termeve dhe nimfeut të Bradasheshit, i njohur ndryshe si stacioni Ad Quintium, një ndër stacionet më të rëndësishëm dhe më të ruajtur në Shqipëri të periudhës romake. Ky investim ishte një ndër investimet më të rëndësishme, që dhe një rekonstruksion i plot i monumentit, i cili është monument i kategorisë parë, është një vlerë e shtuar për turizmin, jo vetëm për qytetin e Elbasanit, po për mbar vendin. Ka interes për vizitimin e këtij monumenti, por edhe një interes të shtuar dhe turistë të shtuar, numri i turistëve është shtuar në 2-3 vitet e fundit. Për drejtuesin e Agjencisë së Turizmit dhe Trashëgimisë Kulturore në Elbasan, stacioni Ad Quintium është ndër objektet më unike në Ballkan. Është në fakt në më unikët në Ballkan, sepse është i vetmi i cili ka ngelur në këmbë përgjatë gjithë vijës Egnatia. Që kjo e shton rëndësinë dhe vlerat që ka Ad Quintium. Ad Quintium tregon të shkuarën e largët të qytetit e Elbasanit, i ndërtuar shekuj më parë. Ai ka funksionuar si një stacion shplodhës, ku në të gjendeshin banjo termike të kohës.